Fillimisht, organizatorës i pikë referuese për vizitë zgjodhen fermën Elita 95 Popovica në Sadovo, 15 km afër Plovdivit të Bullgarisë qendrore. Vizitorët nga të gjitha vendet e Ballkanit, Gjermanisë e Austrisë, me kurreshti dëgjuan shpjegimet e Nikolaj Angelovit, menaxher i fermës. Nikoqiri tregon punët e bëra këtu nga viti 2010, kohë që shënon privatizimin e kompanisë. Fillimi ishte i vështirë me shumë probleme që herë dukeshin të pakapërcyeshme. Ferma është gjetur pothuajse funksionale. Pronoi i ri me entuziazëm e vullnet punoi dhe investoi paralelisht në shumë sektor. Kështu tash në fermë kemi në pronësi 7.000 hektar, nga të cilat sipërfaqe fillimisht të punueshme ishin vetëm 2.000 hektar. Pra është dashur të punohet dhe investohet për sipërfaqe të reja të levrueshme, në të cilat sot kultivohen misri për silazh dhe bimet foragjere. Kur është fjala për ushqim, ne këtu prodhojmë edhe koncentrate sipas preferimeve dhe këshillave të ekspertëve dhe veterinarëve. Ferma e jon aktualisht numëron 5.000 lop dhe boallica. Gjedhjet janë të racës Holstein, më së shumti të ngjyrës bardhë-zi. Prodhimtaria mesatare ditore për gjedhë është 30 kg. Kështu ne krenohemi për sasi ditore të qumshtit për 70.000 kg. E tërë kjo sasi shkon në procesim në industri të qumshtit për prodhim të djathave për konzumim vendor që të zvoglohen importet. Në fermë janë të punësuar në sektor të ndryshëm 170 vetë. Të gjithë punojnë me përkushtim dhe janë shumë të kujdesshëm në mirëmbajtje të objekteve pastërtisë së tyre që reflekton me shëndet dhe zvoglim të baktereve në qumsht. Çdo gjë është i evidentuar dhe çdo ditë shënohet racioni i ushqimit, stresi eventual i gjedhit që reflekton negativisht në shëndet dhe ulje të prodhimit. Në mënyrë digjitale menaxhohen edhe specifika tjera, për shembull temperaturat e larta që mbajnë gjatë verës. Vizitorët në mesin e tyre dhe studentë të Fakultetit të Bujqësisë në Prishtinë dhe prodhues profilës të ndryshme nga Shqipëria me interesim ndoqen edhe punët në prodhim të bioenergjisë në bazë të biogasit të derivuar nga mbetjet organike të fermës. Këtu arrihet të prodhohet rrymë në sasi 1.500 kWh. Tërë sasia e prodhuar e rrymës është shitur në kompaninë publike për shpërndarje të energjisë.